Çfarë përfaqëson data 5 maj? Mos na pyet, ne pyetni ato të rinjt për datat, se ne kemi 50 vjet që shkojmë ke varrezet e dëshmorëve. Ke dëshmorë të preferuar ti? Kush pëlqen më E shumë? kam vështirë, po si datë i kushtohet, dashatisht për momentin. Është një karena të ditë dëshmora edhe më ka bon kujtesa sa që edhe mosha jam 8 dekada e gjysmë. Po Kemal Stafa. Dhe pikërisht atëre u caktua dita 5 maj në nderim të dëshmorëve të kombit. Është për të ardhur keq, se të rinjtë si juve, shumë kush edhe nuk e din fare çfarë përfaqëson, le pastaj që të shkojnë ke varrezet të dëshmorëve, unë kisha një angazhim, kisha një porosi për ta marrë. E kisha me orës edhe unë çdo vit vetë atje. Dhe përfitojnë nga rasti, edhe shteti dhe bashkia janë treguar, por mos thënë, i kanë lënë një të shkosh atje, pllakat do të kesh mendje se ne kemi të bëjmë pengohesh. Nuk i kanë bërë atë shërbim që do të bëjnë. Ata flijuan veten për këtë që gëzojmë dhe sot ne.